Andalohet dëgjimi i recitimit të Kuranit gjatë kohës kur njeriu është në efektin e marijuanës ose alkoolit. Po çfarë do të kuptoj ky në ato momente? Po hajtë me të ngjoj, hajë inshallah. Kufjet në vesh, inshallah. Po ftjellohet. Po i ikën i çiktymi, po i qartësohet pamja. A pranohet gusli në efektin e marijuanës dhe të alkoolit, prapë një të mohabet. Apo duhet vetë dije e plot. Qofse flitet për gusl me kuptimin islam të guslit, duhet vetë dije e plot. Po pse njeriu ka pi kështu, nuk besoj se i hik krejt apo i hik krejt, po dru. Varet sa ka pi, dru. Po u bë dru, nuk i quhet, ama nëse e ka vetë dijet. Pra unë për shembull shoh aty ke pallati poshtë për shembull ose rrugës, shoh që pinë çunat. Po nuk shoh ndonjërin për aty që dali makinës përpara, do thotë që vetë dijen e ka në rregull. Kështu që nëse vetë dija është, ama nëse ka ik fare, është bë xurxull, është bë tap, është bë dru, edhe sfare. Ku kuptohet që sfare? Për shembull, kap korrentin me gishta, ky do thotë që ka ftof. Kap prushin me dorë, ky do thotë që ka ftof. Ama nëse ai dallon të mirë nga e keqja, dëmin nga dobia, do thotë që i ka trunt me vete, si kanë i kala trunt. Kështu që i vlen.